Papa i ri Leo i 14 sapo vizitoi relike shqiptare të zonjës së Këshillit të Mirë, në qytetin Genazzano, pranë Romës. Por ç'kuptim ka kjo relike dhe si përfundoi aty? Zonja e Këshillit të Mirë u pikturua si afresk në kishën me të njëjtin emër pranë kalasë së Shkodrës. Nga stili artistik, mendohet se ajo i përket shekullit të 14 dhe ngjan me afresket të tjera të Europës perëndimore mesjetare. Por mbas vdekjes së Skënderbeut, ordit turke zorë se mund t'i ndalte kush. Sipas legjendës, vetë ëngjëjt e shpëtuan reliken të shoqëruar nga shkodranët Gjergji dhe Desklavisi. Më 25 prill 1467, shqiptarët e vendosën atë pranë Romës, në qytetin e Genazzanos, që shqiptarët e quajnë në formën e adaptuar Gjeraçan, duke treguar një lidhje shekullore. Që atëherë zonja e Këshillit të Mirë ka mbetur si objekt kulti. Papa Leo i 13 e vlerësonte aq shumë sa që ngriti kishën në statusin e bazilikës më 1903. Më vonë bazilika u vizitua dhe nga papat Gjoni 23 dhe Gjon Pali II, dhe së fundmi nga papa i sapo zgjedhur.